Shkolla në fshatin Nerov, paralele e shkollës Nikola Karev në Krushev, funksionon në kushte shumë të vështira. Rreth 140 nxënës shqiptar mësojnë në një objekt të vjetër, pa pajisje të duhura dhe me mungesë të kushteve elementare. Për më shumë se 15 vjet, nuk janë bërë investime nga Komuna e Krushevës apo Ministria e Arsimit, ndryshe nga shkollat në zonat maqedonase që janë modernizuar. Nisma e banorëve për ndërtimin e një shkolle të re është penguar për shkak të mungesës së një plani detaj urbanistik, duke ngritur dyshime për vonesa të qëllimshme nga institucionet e vendit. Po ashtu, ka munguar dialogu me bashkësinë vendore dhe kërkesat e tyre janë injoruar vazhdimisht. Çështja është shfrytzuar politikisht gjatë fushatave zgjedhore, por pa rezultate konkrete, duke rritur mosbesimin dhe ndjenjen e përjashtimit në mesin e bashkësisë. Çështja e arsimit shqip në rajonet si Velesi, Çashka dhe së fundmi Krusheva nuk është thjesht rezultat i neglizhencës administrative, ajo përfaqëson një fenomen shumë më serioz dhe shqetësues. Pasiviteti institucional që shfaqet përmes mungesës së investimeve dhe pengesave të pajustifikuara për ndërtimin e objekteve shkollore, shfaq elemente të një shovinizmi të maskuar institucional maqedonas që synon më shumë se shkollën shqipe, synon vetë praninë shqiptare në këto hapësira. Rasti i Nerovës është dëshmi e qartë se institucionet publike dështojnë të sigurojnë kushte bazë për arsim cilësor në gjuhën shqipe, duke shkelur detyrimet ligjore dhe kushtetuese. Në vend që të mbështesin nismën e banorëve për ndërtimin e një shkolle me vetë financim, autoritetet lokale e pengojnë atë për shkak të mungesës së një leje ndërtimi. Kjo përbën jo vetëm një shkelje të parimeve të barazisë, por edhe një keqpërdorim të procedurave teknike për qëllime politike dhe etnike. Në një shtet ku mijëra objekte të paligjshme janë legalizuar pa shumë zhurmë, përdorimi i mungesës së lejes si justifikim për të ndaluar shkollën shqipe është hipokrizi. Ky është një akt që synon të kriminalizojë nismat shqiptare dhe të zbe identitetin kombëtar përmes asimilimi gjuhësor dhe shpërnguljes indirekte. Nëse fëmijëve shqiptar nuk u ofrohet mundësia për të mësuar në gjuhën e tyre, prindrit do të detyrohen t'i dërgojnë në shkolla maqedonase, duke nisur një proces të rrezikshëm të humbjes së identitetit. Dhe nëse ata refuzojnë të përballen me bariera administrative dhe ndëshkime që rikujtojnë kohën e represionit të kaluar, i cili ka për qëllim dëbimin e shqiptarëve prej vendlindjes së tyre. Prandaj, kjo lojë që gjatë kohë luhet nga institucionet maqedonase me shkollat shqipe në Maqedoninë qendrore, nuk është vetëm çështje diskriminimi, por është përpjekje për të shkombëtarizuar shqiptarët dhe në rastin më të keq edhe dëbimin e tyre nga trojet e veta. Shteti dhe komuna duhet urgjentisht të ndalin lojrat politike dhe të trajtojnë çështjen e shkollës në Nerov me seriozitetin që kërkon ligji, kushtetuta dhe dinjiteti i qytetarëve. Asnjë shkollë e ndërtuar me mund dhe sakrificë nuk guxon të rënohet. Ajo përfaqëson djersën e mërgjimtarëve dhe të ardhmen e fëmijëve të tyre. Rënimi i shkollës është rënim i vetë themeleve të shtetit. Nevojitet vullnet politik, bashkëpunim institucional dhe ndjeshmëri njerëzore për të siguruar të drejtën themelore për arsim cilësor për të gjithë qytetarët pa dallim.